Kam mendu për co kohë se a me lexu fjalimin që kam përgatit, apo me folë, në do të fjalimet mund t'i lexoni edhe në webfaqe, në do të vendosi me thonë disa fjalë para josh në këtë ceremonit të gëzueshme për universitetin, për vetë të doktoruarit, për familjarët, po sidomos edhe për mentorët, kur e shohin që kandidatët e tyre kanë arrit me përmbyll këtë cikël të studimeve në mënyrë të suksesshme. Pra mirë se kena ardhur në këtë ceremoni solemne sot në Universitetin e Prishtinës, jam i bindun që secili prej jush, pavarësisht ju që keni doktoru, apo familjarët e juaj, mentorët, dekanët, që të gjithë janë krenar dhe të lumtur që keni arrit ju deri në këtë pikë. Është një vetmohim, një punë shumë e madhe prapa që keni lënë, deri sa keni arrit deri te ky kurorëzim për të përfunduar këtë cikël studimeve, të cilën ndoshta disa nuk është ideja me i zhgëny apo me dekoraju, po e kundërta. Është puna nuk ka përfunduar, puna vetëm sa ka filluar. Të doktoruarit edhe puna përfundimi suksesshëm në ciklit studimeve doktoratës është dëshmia e parë që kandidati arrin në mënyrë të plotësisht të pavarur në mentorimin, konsultimet që vazhdojnë në punët akademike pafundësisht, që në mënyrë të pavarur të identifikoj një temë problemore të fushës disiplinës shkencore me cilët merret, të ngris një pyetje kërkimore, të jetë ndije dhe të dëshmoj se që të gjithë të arriturat edhe dijet në atë disiplinë shkencore i zotron i njeh, si dhe me hulumtimin e realizuar, arrin që të kontribuoj me dije të reja lidhur me atë disiplinë, lidhur me atë pyetje problemore të cilën e ka trajtu për gjatë viteve, disa viteve radhazi të paktën. Pra është dëshmia e parë, po shpresoj që ju e vetme, po do të vazhdojnë edhe shumë dëshmi të tjera, ku ju si pjesë e komunitetit akademik, shkencor, në disiplina ndryshme, në fushat të ndryshme, arrini në mënyrë të dëshmuar empirike me kontribu me plotësimin me dije të reja. Për dallim prej sistemeve tjera, ne në shkencë e dim që nuk ka të vërtet absolute. Diçka vlen si e vërtet për aq kohë sa nuk dëshmohet e kundërta. Kjo është madhështia, cytja e vetë sistemit të cilën funksionojnë. Sikur të kishim marrë për të mirë qenë ndonjë dung, atëherë ne nuk do të arrinim në sistemin e quajtur shkencë që të bëjmë progresin e vazhdueshëm siç ka ndodhur ndër shekuj në institucionet ku zhvillohet hulumtimi, kërkimi edhe dija. Andaj, madhështoria është se ne, aq më shumë sa që thellohemi në studimet, në fusha, në disiplinat tona, aq më shumë ngrisim edhe pyetje për të panjohurat. Jemi të vëzhdishëm për atë se so pak dim edhe për atë se so shumë do të mund të dihet nga ne apo nga gjeneratat që vinë në të ardhmen. Në kohën që jetojmë ne, unë besoj që jemi në një formë të bekuar me pas qasje në informata si asnjëherë më parë. Mirë po vetëm mundësia apo vetëm posedimi i informata ne nuk na bën domosdoshmërisht më të shkaft, më të dijshëm. Mjeshtria që e keni dëshmuar edhe ju me studimet e doktoratës është që dim të analizojmë informatat cilat e kem me bollak,
dim që ti mirë përdorim në mëtimin për të gjetë përgjigje për pyetjet. Ne dim që veprimtaria e ynë fillon me pyetje. Qofse nuk kemi pyetje, atëherë ne nuk mund të realizojmë kërkime. Pa kërkime ne nuk mund ta mirëmbajmë ta realizojmë sistemin e quajtur shkencë. Zhvillimet teknologjike, në kohën që jetojmë ne, na mundsojnë shumë, na japin një avantazh shumë më të madh. Po rreziku është që ne të harrojmë esencën, thelbin e asaj se pse ekzistojmë si institucione kërkimore shkencore siç janë universitetet. Tingëllën ndoshta për disa triviale, po misioni, thelbi i misionit universiteteve është për jo një shekull, por për 10 shekuj, për e më shumë i njëjti, në thelb është i njëjti, që ta ushtroj të menduarit racional të njerëzve. Këtë çka besoj e kemi fjalën shumë bukur gjuhën shqipe dhe shumë përshkruese, që ta ushtroj të fiqiruarit, me qenë gjendje me fiqiru, me mendu në mënyrë racionale, postulati i racionalitetit shkencor. Unë besoj që me përfundimin e suksesshëm ciklit studimeve doktoratës, jo e dëshmoni, secili e ka dëshmu në mënyrë të suksesshme, kundrull mentorëve, antarëve të komisioneve, gjithë sistemit quajtur Universitet e Shkencë, që ju jeni të aftë. E keni demonstru që me zhvillu këtë proces në mënyrë të pavarur edhe me kontribu në sistemin e quajtur shkencë. Faleminderit rektor. Tash sipas skenarit do të prezantojmë kandidatët të cilët do të morrin diplomën e doktoratës. Do të ftojmë kandidatët sipas renditjes alfabetike dhe të ndarë sipas fakultetit dhe do të fillojmë me fakultetin filozofik. Ftoj kandidatin Driton Tiku nga fakulteti filozofik që të merr diplomën. Zotri Tiku është mentoruar nga profesori Agim Zogaj. Unë do të lexoj tekstin e betimit dhe ju ftoj që ta përshkruani ta cifroni më pas. Duke pranuar titullin doktor i shkencës, betohem solemisht se dijen e fituar do ta vënë në shërbim të së vërtetës dhe humanizmit. Se kërkimin shkencor do ta udhëheq me ndershmëri, integritet dhe rigorozitet. Se do ta respektoj autorsinë, mendimin kritik dhe punën e kolegëve. Duke ruajtur integritetin e bashkëpunimit akademik. Se parimet etike do t'i zbatoj në çdo veprim profesional dhe Universitetin e Prishtinës do ta përfaqësoj me nder dhe përgjegjësi.
Për çdo shmangje nga këto parime pranoj përgjegjësitë e parashikuara. Betohem. Sot mbajmë një titull që për vite me radhë dukej shumë i largët. Pas netëve pa gjumë, faqeve të rishikuara dhe pyetjeve që nuk merrnin fund, ja ku jemi sot. Kur përfundova mbrojtjen e doktoratës, ju ktheva fëmijëve, si edhe sot, dhe ju thash u kry. Po, një kolege imja mu kthye mua dhe më tha, Donik, po m'vjen keq, asgjë nuk është kry, kjo është vetëm fillimi. Dhe si çdo herë tjetër, fatkeqësisht edhe kësaj radhe pati të drejtë. Sepse doktoratura nuk është fundi i një rruge, është fillimi i një përgjegjësie shumë më të madhe. Është fillimi i detyrimit për të kërkuar të vërtetën me integritet dhe për të menduar me guxim dhe për ta vënë dijen në shërbim të shoqërisë. Sot, mbi të gjitha, është një ditë mirënjohjeje. Falenderojmë mentorët tanë për udhëheqjen dhe besimin. I falenderojmë komisionet vlerësuese dhe profesorët për përvojën e ndarë me mbështetjen e heshtur por shumë aktive në momentet më të vështira. Falenderojmë institucionin tonë për mbështetjen dhe për lehtësimin e rrjedhës së procesit. Falenderojmë familjarët tonë që duruan mungesën tonë, që pritën shumë gjatë dhe që besuan edhe kur ne dyshonim në vetën tonë. Me respekt e madh, kujtojmë ata të dashurit tanë të cilët nuk i kishim gjatë këtij rrugëtimi, të cilët do të donim t'i kishim sot pranë dhe t'i bënim krenar. Dhe po, me pak humor, por me shumë sinqeritet, falenderojmë edhe vetën. Po. Falenderojmë vetën që nuk u dorëzuam, që mbietuam shumë net pa gjumë dhe që vazhduam edhe atëherë kur rruga na u duk shumë më e gjatë se sa forcat tona. Sot ndoshta kemi më shumë përgjigje se që kishim dje, por mbi të gjitha kemi mësuar të bëjmë pyetje më të mira. Prandaj, le ta mbajmë këtë gradë jo si një fund, por si një fillim. Një fillim të guximit për të folur kur duhet. Një fillim të përgjegjësisë për të mbrojtur të vërtetën. Një fillim të përkushtimit për ta bërë dijen dritë për shoqërinë tonë. Sepse sot ne nuk marrim vetëm një titull, sot marrim një mision. Ju falenderoj.